Po, Petriti kush duhet të? Nuk është, është Mehmet Çeu. Mehmet Çeu. Ai nuk është ai mbrapa, ëh? Nuk është ai, Enveri, Mehmet Çeu. Zhukovi. Zhukovi. Beqi Balluku vinte. Po, vinte Beqi Balluku. Si ishte Beqi Balluku? Beqi Balluku ishte njeri i komunikueshëm, si duke përgatitës para se me arë, sepse dhe pilotat i ka vizituar shpesh në Beqi Balluku, nuk fliste gjëra që nuk i takojnë aviacionit. A, nuk fliste? Po, nuk ja fuste, kur themi neve dikot. Po fliste ato gjëra... Ishte kujdes, no? Po, me shumë kujdes, dhe për mendimin tim kishin një përgatitje të mirë. Beqi Balluku, ëh? Beqi Balluku dhe... Se ai mbaroi shkollën në Bashkinë Sovjetike, se përpara se të shkollën në Bashkinë Sovjetike nuk kishte arsimim. Po. Edhe ka qenë një njeri i mirë, i komunikueshëm. Po? Për shembull, neve në aviacion pastaj kur na ndodhin katastrofa ajrore, ai në vend që nuk vinte për na dërmuar, për na dëshkuar, po e shifte që neve ishim shumë të vrarë dhe shpirtërisht, dhe pastaj ai na jepte një zemër neve. Jepte zemër? Po, Beqi Balluku thoshte di, mos të bëjnë më se fundi di jeta di këtë i ka, na ju përgatituni për atë që ke përshtypje të mira për Beqi Balluku? Unë kam përshtypje të mira. Ai ka ngjarë mbesa? Në pamje, po. Në pamje? Në pamje. I ka ngjarë? I ka ngjarë komplet. Qa thua? Identik. Belinda? Po, Belinda, unë kërë shof atë, më duke sikur po shof Beqi Ballukun. Qa thua? Po. Po këshu në tip? Po në tipi nuk mund të përsaktoj, po punëtore është. Punëtore është? Po, punëtore. Po Beqiri ishe punëtor? Punëtori ishte. Ishte, ha? Po, punëtori ishte dhe nuk rrinte një ditë në një vend të papajtur në për... E vrau Enveri? E po shkatoj, si e kalove atë ditë? Atë ditë e di, unë shpetërisht e di, sigurisht e di pa e thanë kuj, të thëmë drejten, po shumë rëndë. E përjetove keq? Po, keq e përjetove. Sepse kishe simpati? Jo, vlerësim pozitiv. Vlerësim pozitiv, Vlerësimit e njëri që nuk meriton përfundojnë në atë mënyrë. Në plumë? Po. Dhe nga Beqi Balluku shkuat në... Jo, Petrit Dume. Petrit Dume? Nuk e dija kemi një foto të Petrit Dumes, kemi disa foto të ushtarakëve shqiptar, po besoj duhet jetë e Petrit Dumes. Okej, po mund të e tregoni? Po, Petriti... Ishe shefi shtabit? Shefi shtabit përgjithshëm, general lejtnant, heroj popullit, Petrit Dume. Ani heroj popullit ishin gjithë ata? Jo, gjithë, jo. Si ishin gjithë? Jo, nuk ka qenë gjithë. Enver Hoxha ishte? Po, Enver Hoxha ishte si... Myslim Peza ishte? Kush? Myslim Peza? Myslim Peza, po. Beqi Balluku ishte? Beqi është bërë nga fundi, po. Po vi nga fundi, po ishte? Po ishte. Herë herojt popullit ishin ata, po? Jo. Dhe çfarë tha Petrit Dume? Petrit Dume erdhi dhe na tha që juve të klasave të fundit, tha përgatituni mirë, se do dërgojmë jashtetit për... Do dërgojmë studenta për jashtetit. Nuk e tha për pilota. Nuk e tha për pilota? Jo, jashtëm. Një zënë sot, i klasës një, Akim Vebiu nga Gjirokastra, i tha, shoku, general lejtnant, nga jashteti shkojnë ata që i ka blapsi. Këtë petit i tha, ashtu tha? Tha, po si është që punë? Po i thamë dhe vetë. Dhe jam dhe shpjegum që vitën parë, vitën parë ka patur rastë që kanë shkuar zënës me poshtë mesataras, dhe sa di zënës të shkëllqyër, unë kisha një rast për një zënës nga Lezhë që nuk shkojaj, po shkoj një vede tjetër që ishte më dobës saj. Dhe se për njështë. Pastaj ky rast besoj se Petriti me gjithë ishte një ushtarak shumë i rept, shumë i rept, shtë në pamje. Ishte i rept, hë? Rept, ushtarak ishte i rept. Dhe sa dhe për vendimarrje ishte shumë i drejt. Petrit? Po, Petriti. Dhe kush ishe më i mirë, Petrit apo Beqiri? Jo, këtë dalim nuk e bëjtot. Nuk e bëjtot. Dhe në atë vit caktohen student për Bashkimin Sovjetik për pilota nga Veriu për herë parë. Ti je pilot i parë i Veriut? Jo në Veriut, i Kukshit. Nga Kukshit ti je i parë? Po, i parë. Pilot i parë? Po, pilot i parë. Po nga Veriu? Nga Veriu ka nga Shkodra. Duket pas nga Shkodra? Po, Shkodra ka patur. Dhe për atë vit këj pasaj me caktoj 2 student për pilot nga Kukshi. Kush i caktoj? Petriti me Petriti vetë, jo, jo të në salë, po thëmun që me scenari... Kam biseduar. Me qëri duhet të këtë qenë udhëzimi ti. Po. Se vajtëm 2 pilota, 2 studenta për pilot nga Kukshi, 2 nga Tërpoja, 2 nga Rësheni, 3 nga Peshkopia. Tani, këtu është Enver Hoxha. Po Enver Hoxha kishte, jo, nuk e kemi, nuk është asje. Okej, po, do më thonë, 2
Skënderbegas, do shkonin për studime për pilot në Bashkimin Sovjetik. Po. Ju dhe një tjetër nga Kuksi. Nga Kuksi. Si quhej tjetri? Quhej Sami Gjana. Shkuat ju në Bashkimin. Po shkuam në Bashkimin Sovjetik. Ku studiuat? Neve shkuam për të në Bashkimin Sovjetik, shkolla më e njohur për sa të përgatitjes së pilotëve, ka qenë shkolla me emrin e Çkallovit, një pilot me njohje shumë të thellë në Bashkimin Sovjetik, në qytetin Borisoglepsk. Ku ishte ky afër Moskës? Jo, ky ishte në jug perëndim të Moskës. A jug perëndim të Moskës? Aty qytetet të larg, janë të larg, por quhen afër sepse nuk kishin hapësira shumë e madhe, edhe quhet sigurisht të afër. Ajo aty ishte një ditë e gjysmë me tren, shkoi diçka nga. Një ditë e gjysmë me tren. Po, me tren. Wow. Ashtu. Dhe neve shkum pastaj u përzgjodhen 20 vet. 20 studentë Skënderbegas nga më të mirët. 20 Skënderbegas. 20 Skënderbegas. Vetëm për pilot? Vetëm për pilot. Vetëm për pilot, ë? Unë flas për pilotët, pastaj për tjerë. Për tjerë. Po jo, vetëm 20 ishin vetëm për pilot. Po, 20. Në vitin 1900 57. 57. Po. Sa vjet studiuat atje? Atje neve studiuam 4 vjet. 4 vjet. Vetëm për pilot. Vetëm për pilot. Tani në mendjen tënde kur than ti do studiosh për pilot, si e ke? Kjo është një foto, jeni në Borisoglepsk. Po, ide. Kushini ju? Klasa. Ja, në mesin nga sipër duke qeshur. Po, ai duke qeshur? Ja. Ore, po ti s'ke ndryshuar fare në fytyrën fare? Ua! Këta ishin gjithë shqiptar? Shqiptar shumë. Student, po ky në qendër? Urdhën? Ky në qendër pedagogu. Rus. Pedagogu rus, në kolonel Rastargujev, në epte teori fluturimi. Teori fluturimi. Tani, kur shkove atje dhe thanë që këtu do studiosh për pilot, e mendove ndonjëherë, ore, e kishe qef se deri në atë moment s'di asgjë? Shikoti, zoti Roland. Unë në që për neve mendoj që për mua ishte një gëzim shumë i madh. Ishe gëzuar, gëzim shumë se shkoje për të studiuar për pilot në Bashkimin Sovjetik, që atëherë në Bashkimin Sovjetik e qunim nënën e gjithë botës. Më nënën tonë, Bashkimi Sovjetik ishte sikur e shpëtot. Ja, këtu, po, këtu e me dy student. Kingi, pashe me qenë. Ja, ashtu. Si ashtu, ti edhe tani je kështu si aktor filmi je. Si aktori, ja 5 janar mirë. 5 janar, këtu je vit parë? Viti dytë. Viti dytë. Fillimi vitit dytë. Tani, fillohet shkolla. Po. Kur hipe për herë të parë në avion? Në avion kam hyrë për herë të parë në vjetor të 57-s. Po shumë shpejt pas këti? Po shiko, neve shkuam në Bashkimin Sovjetik në Korrik. Po? Filluam me dhe përgatitje teorike. Po? Se praktika e më pashme e shkollës në Bashkimin Sovjetik për neve, për shqiptarët, ishte që një vit bënin përgatitje të përgjithshme të landët që ishte dhe në gjimnazit, në shkollës mesme. Të shkollës në bej? Po, të shkollës mesme në tërsi, ashtu. Dhe mirë po neve mirë se kishim marru shkollën, kishim marru gjimnazit dhe kur ballafaqu me të dhënat me njohjen për shumë të gjuhës ruse, se neve kishim bë 4 vjet bashkim në Shqipëri rusisht. Rusisht ishte bërë? Po, kishim bërë. E një mirë? Mund të flisim me fjallë, kuptoshim dhe flisim e lirshëm. Po. Jo fare, lirshëm po të flisim shumë mirë. Direkt ju hipën mbas 4-5 muaj në avion? Po, mbas 4-5. Tani unë këtë foto e kam shumë për zemër. Kjo foto është foto që bëshën paradat e fesës 29 nëntorit, paradat. Çfarë thua? Ai kryesori është avioni bombardus i mesëm. Ai i pari andej? Po, i pari. Mos është një nga ata që ke drejtuar ti? Jo, po, këto janë gjithë këta janë mik 17 janë këta. Po? Ka fluturuar me këta unë. Po jo unë këtu të kjo. Të kjo nuk je? Jo, të kjo s'jam. A sa mirë do ishe ti. Po i ke drejtuar këta? Po, i ke drejtuar, kam fluturuar me tjerë. Po pse si e ti aty pasi? Jo, po shikon dashur, se unë kam marrë pjesë në parada. Po kjo ishte një parada që mbylli një parada. Kurse unë isha për shembull të informacionet në tjera. E kuptoj. Do kthehemi këtu, po mbetemi në Bashkimin Sovjetik. Do të thonë ty hipën për të parë për të bërë një fluturim apo direkt në timon? Jo, shiko, ajo direkt për timon është nivon muhabeti. Ti thjesht fluturove? Jo, shiko, njëherë ti bëhet flutërimi i parë,
për herë të parë një jetë, bëhet të vërtet një prezantimi me ajrin. Me ajrin. Po, me prezantimi me ajrin. Dhe aty di instruktori ose ai që të merr në kontroll, në fakt di ti pasagjer fare sepse për herë të parë. Pasagjer, po. Nuk ke gjën atje. Po. Dhe pastaj kur të vinë tokën e të pyet, mësin sepse shikoj, pilotim duhet piloti të bëhet, ai student që ka aftësinë për të orientuar në hapësirë. Të mësot që mësë mërë vesh që tutohet. Po ta di ku është një objekt, ku është një objekt tjetër, nga do vesh që do bëhet. Sepse ndryshe nuk fluturon dot. Ju hipët në avion, sa zgjatja i fluturim i parë? Ai fluturimi i parë ka zgjatur rreth 30 minuta. Nga u nisët dhe ku shkuat? Jo, shiko. Fluturimi i parë u bë pilotazh në zonë atë që themi di si bën ato pilotazhet, ato rrotullimet. Sepse me këtë ata dolën për të parë si po reagojmë neve. Domthonë si e kemi di gjendjen e di shëndetësore reale. Shëndetësore reale. Se mund të birtifiket ose mund të vjedhësh ose mund kushtet çfarë mund të ndodh. Të zë avionin. Po zë avionin. Po zë avionin. Ti si dole ti? Mirë, shkëp shumë mirë. Shumë fare, po. Sa bëri nga ato pilotazhet kështu? Bëri pilotazh sa patë në program. Dhe u kthyet. Dhe u kthyem. Po ai për shembull kur zbitëm tokë më pyeti tha, ku shkonim nga poshtë sipër. Çfarë ndjeve? Sepse si ku shkon nga poshtë sipër, po ke shumë bigarkesë. Domethënë ke shtypje. Ashtu. Dhe ti ke gjakun nga koka drejt e këmbëve. Ti në këmbë. Po ti zemra di merr formë të tubuje. Zemra? Po, pranaj pilotit duhet këtë të dhëna të shëndetësore, të jetësore të trupit, duhet të këtë në eficiencë të pilot, si mas parametrave të caktuar nga mjekësia. Besoj ata të kishin vizituar. Po. Si ishe me shëndet? Normal, shumë mirë. Me shëndet kam qenë di, për sa takon në kërkesave për të bërë pilot, normal krejt. Normal. Po. Edhe a më thamë, çfarë dhe më thash, më ftof koka, e qeshi, se me gjithmen ftohet koka që ti kënë gjakun. Dhe më ndë me këte kuptonë që nuk që ka di pasagjer kot, nuk është shotuar, po e ka ndjerë di fluturimi. E ka përbaluar. Po. Pastaj e bëri figurë dhe është një figurë të riel që zot aeroplanin. Po. Tha, po kërë bëmë, dhe kësaj thëmë një të riel, rësisht e thonë shtopër. E më thamë, po kërë bëmë, këtë të riel, thashon, më nuk që u shtopër nga një lisë i lartë. Edhe këtu jeni për të qeshur ati. E kështu pas të vazhduam. Si ishin 4 vitet e studimit të Bashkimit Sovjetik? 4 vitet e studimit të Bashkimit Sovjetik kanë qenë vite të ngjeshura, të lodhshme, por të angazhuar për të plotësuar neve me të gjithë përkushtimin tonë që kishim vajtur për ta bërë atë detyrë. Ju jetoni të këtu ku jam. Jo, aty, po këtu është në Tiranë, besoj. Në Tiranë. Jo, po flasim për Moskë. Si ishte Moska? Si ishte Bashkimi Sovjetik? Shiko, Moska dhe Bashkimi Sovjetik ka qenë dhe është qytet modern. Shiko, për shembull, neve që kur vajtëm në 57-ën, aty kishte trolejbus, tramvaj, metro, dhe metroja e Moskës që e ka bërë Stalini është nga më komodët në botë, që ka bërë Stalini. Pse? Sepse kur futesh në metro të Moskës, si kur je futur në një pallat. Nuk kanë vetëm sa për shqipën tuneli që me kalu di treni. Po është më e madhe. Është e madhe dhe ke restorante, ke di ku të ulesh, ke di ku nuk shfeshin tunel. Jo vetëm thjesht tunel. Domethënë këtë ka di. Këtë kishte. E shijove jetën në ato 4 vjet? Unë që ishe student? Po. Unë mua më duket që ka qenë një jetë mjaft e këndshme. Një jetë që mëson, dhe më në di bësh me di arsimin përkatës për të shërby jetës tënë edhe, dhe u tënë, po dhe trajtim shumë i mirë, shkolla me nivel të lartë. Në libër ju shkruani që impresion të veçantë ju ka lënë Stalingradi. Po. Pse ju ka lënë Stalingradi? Sepse ne Stalingradin e dim që është atje u bë kthesa e madhe e luftës dytë botërore, betejë e famshme. Dhe brenda kësaj unë të pyes edhe për atë që si arriti ushtria e kuqe të kapte rob 300.000 gjerman. Edhe kur e kam lexuar në leksion në histori të artit ushtarak, sepse tani po të them që edhe unë kam mbaruar shkollën Skënderbej. Ashtu është. Po, sepse nuk e di. Dhe jam habitur, si mund të kapë rob 300.000 gjerman? Gjerman. Shiko,
organizimi i luftës, ata i thonë lufta e madhe patriotike. Nuk i thonë lufta e dytë botërore, po i thonë lufta e madhe patriotike. Великая Отечественная война, i thonë gjithësisht. Dhe shiko, kanë patur një organizim të përsosur. Mendoj unë, se neve bëndim midis të lëndëve tjere, bëndim dhe histori e artit ushtarak në Bashkimin Sovjetik. Dhe atje bëndim me një mësim të gjitha betajet që bëshin. Këtë jemi duke për kalu për një maj. Këtu, në Shqipëri? Jo, në Mos. Këtu në Mos, ka? Jo, në Mos. Atje, Borisov Glepës. Me një maj. Kush jeti këtu? Ja, këtu, ja. Ky? Ja, këtu. Në Mos këtu, a? Po, në Mos. Kjo është uniforma e studentit? Po, kjo, uniforma e studentit. Uniforma e studentit. Po, dhe si kapën ata 300.000 Gjerman robë? Shiko, se jo, do flasë në një minutë për të parë një organizimin. Popullë sovjetik për atë kohë, se neve duhet të flasë me historinë të paracesim si që ka qenë për atë kohë. Jo, mi se nuk e du më dashe dhe të dhemi se nuk ka qenë gjedi në atë kohë. Unë nuk kam paktu asë njënë që një me të këtil që të bëjdi me retrushim asa që kam jetuar dhe kam paktu bindin për ato që kam jetuar. Atje për shemë dhe ishte një propagandë shumë e fuqishme. Neve gjithë me dhe akoma dhe plakata të dha, me një grua të thinjur, ku shkruajnë Rudin e Madh Zaviot, atë dheu nën thëret. Po, duhem dhe fjashtu. Ndërsa, Stalini kështë ndjekte dhe këtë një taktik, që qote në luft familjerisht, burë grua, tre vlezrit, bab birë. Po pëse? Po pëse, sepse o do mrosh ti baba dhe babaj tyja, ose nuk më të kete një ndryshim. Zgjedhje bu. Po këtë taktikë më e zbatonte. Pastaj, dhe merreshe mendimi, se për shembull, unë kam lexuar dhe kam një libër të Zhukovit, ati që e pam dhe vetë të këtu, që fletet edhe për luftën e dytë botërore, fletet edhe për Stalinin. Ai thotë dhe jepet di këto pasazhe që duke argumentuar që Stalini nuk ishte i pa bisedueshëm me tem. Po ai për shembull ta merrte mendimin nëse kishte të saktë, merrte mendimin tënd. Dhe mendimet betejë që planifikoheshin, bëheshin nga shtabi i përgjithshëm, pastaj meratoshin në byron politike. Për Stalingradin, për një betejë tjetër, apo për Stalingradin, kishin për çdo betejë bënë një planin, një bënd të Stalini dhe një bënd të Zhukovi. Dhe i paraqeshin një që të dy. Zhukovi, për ata që se dini, ishte generali që organizoi, që drejtoi luftën. Që drejtoi luftën, shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë kuqe. Shefi i shtabit përgjithshëm i ushtrisë kuqe. Që ka marrë, ka ngritë në rështakët flamurin e fitores në 9 maj të 45. 45, po?